Ish konkurrenti i Big Brother Elton Tozaj ka bërë së fundmi disa deklarata të forta lidhur me rrugtimin e banorit aktual Rogerti brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Gjatë një interviste ai ka ngritur akuza serioze për mënyrën se si po trajtohet ky konkurrent nga produksioni, duke lënë të kuptohet se loja mund të mos jetë plotësisht e barabartë për të gjithë pjesëmarrësit. Sipas Tozajt, ajo që bie më shumë në sy është një lloj tolerancë e vazhdueshme ndaj veprimeve të Rogertit, edhe në raste kur, sipas tij, janë shkelur rregullat e formatit. Ai thekson se ndryshe nga konkurrentët e tjerë, të cilët janë përballur me masa ndëshkuese si paralajmërime apo zarfe të zi, në rastin e Rogertit këto masa nuk janë zbatuar në të njëjtën mënyrë. Kjo, sipas ish banorit, krijon një perceptim të qartë të favorizimit dhe dëmton besueshmërinë e lojës. I pyetur më tej për arsyet që mund të fshihen pas kësaj qasjeje, Tozaj bëri një deklaratë që ka shkaktuar reagime të shumta në publik dhe në rrjetet sociale. Ai u shpreh se nuk bëhet fjalë për thashëtheme apo aludime, por për diçka që sipas tij është e konfirmuar. Në mënyrën e drejtpërdrejtë ai deklaroi: "E kam të vërtetuar, Rogerti është kushuriri sponsorit kryesor të Big Brother." Kjo deklaratë ka shtuar edhe më shumë debate rreth transparencës së formatit Big Brother VIP Albania, i cili prej vitesh është një program i ndjekur dhe i komentuar në vend. Ndjekësit e spektaklit kanë reaguar në mënyra të ndryshme, ku një pjesë kërkojnë sqarime nga produksioni ndërsa të tjerë e shohin këtë si një situatë që duhet verifikuar para se të nxirren përfundime. Ndërkohë vetë rrugtimi i Rogertit ka qenë shpesh në qendër të diskutimeve si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. Dinamikat që ai ka krijuar me banorët e tjerë, si dhe strategjitë e ndjekura në lojë, kanë ndarë publiku në opinione të ndryshme. Akuzat të tilla nga ish pjesëmarrës si Elton Tozaj priten të ndezin më tej debatet dhe të rrisin interesin për zhvillimet e spektaklit. Megjithatë, mbetet për tu parë nëse do të ketë një reagim zyrtar nga produksioni lidhur me këto pretendime, apo nëse gjithçka do të mbetet në nivelin e deklaratave dhe diskutimeve publike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.